Partia Demokratike ka në plan dhe në projekt të gjitha format e mosbindjes civile dhe është në zbatim në tyre. Natyrisht Partia Demokratike kërkon nga qytetarët, fton qytetarët të bëjmë gjithçka për fitoren e kësaj betejë. Por kjo kërkon, besnik, para zgjithash qartësi. Kërkon që çdo qytetar të realizojë se kemi të bëjmë me një diktaturë autokratike, në të cilën gjitha pushtetet janë të përqendruara në një dorë, në të cilën institucionet përdoren për të shtypur pluralizmin, e cila paguan qindra milion euro për të mashtruar shqiptarët dhe botën, e cila ushtron formën më të rëndë të censurës dhe manipulimit mediatik të opinionit publik, vjedh dhe plaçkit çdo ditë, miliona e miliona. Kërkon që çdo qytetar shqiptar ta di se me Edi Ramën nuk ka zgjedhje. Dhe të gjithë ata që besojnë se mund të ketë zgjedhje me Edi Ramën vetë mashtrojnë, ose pastaj bëjnë sharlatanin për të bërë tushin e figurës së Edi Ramës, për ta paraqitur atë si njëri që bën zgjedhje, në një kohë ku ai nuk bën zgjedhje. Zërat po ushuen gjithnjë më shumë, megjithatë ka altoparlant, ka papagaj, përsëri në media që guxojnë dhe flasin për zgjedhje, në një kohë ku tu kemi të bëjmë vetëm për farsë. Kur ne, si demokrat dhe si qytetar, si opozitar, ti kemi të qarta këto, atër ne kemi qartë se nuk kemi vetëm një rrugë dhe kjo rrugë është protesta gjerën për dysin e tyre. Është qendresa, është rezistenca në format e mosbindjes civile. Imagjinoje pak sikur të mos ishin këto protesta, si do të dukeshim ne shqiptarët si një komb i shtypur nga korrupsioni. A nuk do ishte kjo një turp për çdo shqiptar? Pra, në një farë aspekti këto protesta mbrojnë dhe mbrojtën dignitetin e kombit shqiptar dhe qytetarëve të ndershëm shqiptar. Do t'ishte gabim shumë i rëndë, po të mos mbështesje çdo prokuror, çdo gjykatës, çdo hetues që zbaton ligjin. Dhe në këtë kontekst ju duhet ta dini mirë se interesi më absolut për funksionimin e shtetit ligjor është i opozitës dhe qytetarëve. I opozitës dhe qytetarëve. Por, do t'ishte fatale në qoftë se opozita hesht para prokurorëve të lidhur me krimin, para prokurorëve që kundrejt rishfeteve të majme mbrojnë kriminalit, mbrojnë vrasësit, majnë në xhep fletë të arrestit, u dërgojnë mesazhe se jeni arrestuar. Më thoni ju mua, a mund të pranohet një gjë të tillë? Në qoftë se ne pranojmë një gjë të tillë, ne përfundojmë me drejtsinë e Erna Gjoks.